Tirana mirëpriti për herë të katërt samitin e diasporës, me qindra përfaqësues nga treva shqipfolse, u mblodhën në pallatin e kongreseve për takimin e nivelit të lartë që pritet të zgjasë deri të mërkurën. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalën hapse, teksa e cilësoi diasporën si një urë që forcon kombin shqiptar. Ajo që dikur dukej si endek, sot është bërë urë. Sot diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Theksi i fjalimit të kreut të qeverisë u mbajt tek integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si objektivi kryesor nga i cili sipas tij do të përfitojnë të gjithë. Ajo që Ismail Qemali tha në momentin themelues të shtetit tonë, Shqipëria do të bëhet. Një besim që sot, si kur në njerë, ka marrë trajtën konkrete të shtetbërjes Europianit Shqipërisë dhe të objektivit që tani më nuk parafiturohet, po shihet, preket me sy më afër se kur për ta ulur Shqipërinë në tryezën e familjes europiane si të barabartë mes barabartësh në vitin 2030. Nuk la pa përmendur as Kosovën, duke cilësuar si një shtet të pavarur të qytetarëve shqiptar. Por pa diskutim e ardhmja e Shqipërisë shkruhet edhe kudo ku shqiptarët jetojnë rreth e rrotull kufive të Shqipërisë, duke filluar nga shteti tjetër i pavarur i shqiptarëve Kosova, duke vazhduar me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, të cilët janë një popull shtetëforbus i Republikës Fqinje. Agenda e kësaj të martë parashikon zhvillimin e 4 paneleve diskutimi me tematika nga demokracia në diasporë, shëndeti, inovacioni, zhvillimi lokal e rural, e deri tek gjua shqipe, ndërsa të mërkurën parashikohen panele të tjerë.